Një shërbes festive për lajmërimin u mbajt në manastirin e Graçanicës. Festa e lajmërimit paralajmëron pjesën tjetër të festës dhe ne mezi presim për këtë arsye, theksoi mitropoliti Teodosie i Rashko-Prizrenit në fjalën e tij pas shërbesës festive. Kisha ortodokse serbe dhe besimtarët e saj festojnë lajmërimin e një nga festë më të gëzueshme dhe më të mëdha në kalendarin e krishterë kushtuar, momentit kur kryeëngjëlli Gabriel erdhi te Vergjeresha Mari dhe i tha asaj se do të lindte birin e Perëndis Jezu Krishtin. Lajmërimi është një nga festat e Vergjeresës Mari, festohet gjithmonë me 25 mars sipas kalendarit të vjetër ose me 7 prill sipas kalendarit të ri, dhe shumë tempoj të kishës ortodokse serbe janë kushtuar festës së sotme. Avokati Dejan Vasić deklaroi se sekuestrimi i pronës serbe është bërë praktik në Kosovë dhe se një pjesë të ndryshme në Pej, Klin, Istok, Gjilan, Mitrovic dhe Prishtinë ka pasur shumë raste falsifikimi dhe mashtrimi për të marrë pronën që nuk i përket personave që janë bërë pronar. Kjo është diçka që ka ndodhur edhe në vitet e kaluar, por më pak vëmendje, tha Vasić në lidhje me lajmet e fundit për arrestimin e personave që shisnin tokë me dokumente të falsifikuara. Vasić për radio televizionin e Serbisë tha se ai filloi të merrej me raste të tilla si avokat praktikant dhe se 20 vitet e fundit ka pasur shumë raste të tilla. Politologu Ivan Tomić vlerësoi se vendimi i qeverisë së Kosovës për t'u dhënë pagën e 13 punëtorëve në sektorin publik nuk ka bazë ekonomike në produktin e brendshëm bruto apo politikën fiskale, por përkundrazi përfaqëson një instrument të drejtë për drejtë politik të kryeministit të Kosovës Albin Kurti për të fituar votuesit. Tomić theksoi për Kosova Online se koha e këtij vendimi tregon qartë qëllimin e qeverisë për të ndikuar te elektorati. Sipas tij, kjo masë është diskriminuese sepse zbatohet ekskluzivisht për sektorin publik, gjë që thellon hendekun midis punonësve në institucionet dhe atyre në sektorin privat. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, Jusuf Azemi, e vlerësoi këtë masë diskriminuese dhe kërkoi ndryshimin e saj, dhe në të njëjtin mendim ka edhe kryetari i Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, i cili beson se vendimi i qeverisë së Kosovës krijon një përçarje të rrezikshme në shoqëri. Sindikata pavarur e minatorëve Trepça Jug njoftoi se minatorët nuk morën pagën e 13 si punonës të tjerë në sektorin publik, dhe kreu i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, thot se paga 13 për sektorin publik nuk ka për qëllim zbutjen e varfërisë, por është një premtim parazgjedhor dhe një përpjekje e qeverisë aktuale për të ndikuar te votuesit përpara zgjedhjeve të mundshme. Eksperti i sigurisë Burim Ramadani vlerësoi se zgjedhjet e presidentit do të ishte një lajm i mirë për Kosovën, ndërsa siç deklaroi ai, takimet e liderëve të partive pa një marrëveshje konkrete do të thoshin pa pjekuri politike. Ai u bëri thirrje aktorëve politik që të mos ndërpresin takimet derisa të arrihet një marrëveshje. Analisti politik Blerim Canaj beson se të gjitha partitë duhet të ftohen së bashku për bisedime për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dhe jo veçmas. Sipas tij, duket se kryeministi Albin Kurti nuk është i sigurt për votat e partisë së tij. Analisti politik Yll Hoxha mendon se nuk ka indikacione se do të ketë një kompromis në lidhje me zgjedhjen e presidentit dhe se gjithë afati i lënë nga gjykata kushtetuese do të shfrytëzohet për të shkaktuar përsëri në zgjedhje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Visar Azemi i dorëzoi policisë dokumentit të cilat sipas tij përmbajnë prova që lidhshin me mos funksionimin e matësve elektrik. Azemi u tha gazetarëve se policia thirrri për të dëshmuar dhe për të paraqitur provat që kishte mbledhur se shpresonte që çështja të zgjidhej. Azemi doli publikisht me pretendime se rreth 900 matës elektrik llogarisin gabimisht konsumin e energjisë elektrike, prandaj qytetarët paguajnë fatura më të larta. Ai dorëzoi të dhënat për këtë zyrës së rregullatorit të energjisë dhe kompanisë KEC.
Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe me i freskët dhe me erë të lehtë derisa e fortë veri perëndimore dhe shi i mundshëm në jug të Serbisë. Në mëngjes pritet ftoja më tejshme në ditët në vijim me shi në disa vende dhe mund të ketë rreshje bore në male gjatë fundjavës. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 3 deri në 9, kurse ajo maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.